Këshilli i Qarkut Kukës zhvilloi dëgjesën publike për projekte buxhetin afatmesëm 2026-2028 dhe buxhetin e vitit 2026. Në takim morën pjesë përfaqësues të institucioneve vendore, organizatave të shoqërisë civile si dhe qytetarë të Qarkut, të cilët u bën pjesë e konsultimit për prioritetet dhe planifikimin financiar të viteve në vijim. Kryetari i Këshillit të Qarkut, Astrid Dobrushi, u shpreh se përveç pjesës administrative, në projekte buxhetin për 3 vitet të ardhshme është përfshirë edhe plani i investimeve për vitin 2026. Projektet me financime të përbashkëta me 3 bashkitë e Qarkut, si edhe kalendari e aktiviteteve dhe eventeve lokale. Kuptohet që për çdo zonë, për çdo njësi, marrim sugjerimet tuaja, me aq mundësi sa kemi, në disa fusha që janë më emergjente, po themi, për Qarkun dhe për njësit që mbulon Qarku i Kukësit. Ne jemi transparent për sa i përket dëgjesës dhe buxhetit për Kukësin, Hasin dhe Tropojën. Për sa i përket 2026-ën, fundi është pak a shumë i njëjtë, ka një rritje 10% për sa i përket vitit të kaluar si vlerë dhe ne kemi menduar që të gjitha këto t'i prekim të 3 qytetet ose të 3 rrethet, po themi, nga pak, sepse dihet që buxheti i Këshillit të Qarkut është disa vlera minimale, nuk është ato vlerat e ish Qarkut dikurshëm.